Si të përgatiti mish me orzo në furrë. Heje njerëz të bukur, si po kaloni. Tok në stomas juveci, për ata që janë rritur në Greqi dhe e din. Tani, zakonisht bëhet me mish viçi, unë e bëra me mish qëngji, nuk ka problem fare. Taj në fillim skuqi mishin, pastaj i hedhim qepës, speca, salcë domate, i trazojmë të gjitha bashkë edhe pastaj nga erëzat krip, piper, të kuqi edhe të zi, paprika në fakt është i kuqi, i trazojmë të gjitha bashkë edhe hedhim ujë e lë mishin që të valoj, kuptohet se do më shumë kohë se sa do orzo në furrë. Pasi ka zier mishi, hedhim orzo në tepsi, mund ta skuqini një çik, unë e hedh të pa skuqur, nuk ka problem fare. Edhe pastaj do t'i hedhim mishin edhe lëngun e mishit nga lart. Po. Do ta trazojmë mirë, nuk do t'i hedhim krip tjetër, asgjë, nga që ka lëngu, edhe kuptohet që edhe orzo do gatuhet me ato kriprat e me të gjitha ato që ka mishi, shijet. Edhe pastaj do ta vëmë në furrën në 180 gradë derisa të ziejë orzo, nuk do shumë kohë edhe të thithit të gjithë lëngun. Shikoni tani se si del, o njerëz. Po, mos e pyesni, ç'të hani. Kjo është gjëlla për sot. Kaloni bukur. Ciao.